Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni me njëherë zorrën e trash vetëm me këta dy përbërës dhe do na falenderoni. Disa nga pastrimet më të njohura kanë për qëllim detoksin e zorrës së trash dhe eliminimin e jashtëqitjes së mbetur në zorr. Pastrimi i zorrës së trash trajton simptomat e lodhjes, dhimbjes së kokës, mungesës së energjisë dhe shtimit të peshës. Ekzistojnë gjithashtu prova se sistemi ynë nervor preket nga zorra dhe për këtë arsye, eliminimi i jashtëqitjeve të tepërta në zorrën e trash ose më mirë pastrimi mund të ketë përfitime pozitive të cilat përfshin një gjendje mendore për të përmirësuar dhe për të patur një sistem imunitar më të fortë. Një detoks i trupit është një mënyrë për të hequr qafet të gjitha pa pastërtitë të cilat krijohen mbi të. Detoksifikimi i trupit çon në një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Për këtë arsye, ju do të jeni në gjendje që të luftoni probleme të ndryshme. Sëmundjet e vazhdueshme janë zakonisht për shkak të akumulimit të toksinave në trup, të cilat ndër të tjera sjellin akumulimin e fekaleve për shkak të ushqyerjes së dobët dhe stresit. Fuqia shëruese e uthullës së mollës përmban shumë vitamina dhe njëkohësisht minerale dhe kalium, të cilat ndihmojnë në procesin e pastrimit dhe në lëvizjen e zorrëve. Përveç kësaj, uthulla e mollës është gjithashtu një antibiotik natyral i cili mbështet sistemin tuaj imunitar për të luftuar të gjitha mikrobet, bakteret e huaja dhe ndihmon në parandalimin e viruseve që mund të lindin. Pastrimi i zorrëve me uthull molle dhe me mjalt. Këtu ju do të gjeni një pije e cila realizohet në kushte shtëpie. Rekomandohet të pihet çdo mëngjes për të pastruar zorrën e trash si edhe për të filluar ditën e balancuar dhe njëkohësisht të freskët. Valoni në një enë 1/4 litër ujë, shtoni 2 lugë uthull molle dhe pastaj 1 lugë gjelle me mjalt. Kjo do ju ndihmojë ju që të eliminoni tërësisht të gjitha papastërtitë. Mënyra më e mirë për ta mbajtur zorrën e trash sa më të pastër është duke pirë ujë mjaftueshëm dhe një dietë e shëndetshme dhe njëkohësisht e ekuilibruar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ju të pastroni her pas here zorrën e trash, pasi është organi përfundimtar i sistemit të tretjes, i cili është përgjegjës për hidratimin e duhur të trupit, riciklimin e acideve yndyrore dhe thithjen e vitaminave. Ne sot do t'ju tregojmë një recetë fantastike me mollë e cila është shumë efikase për pastrimin e zorrës së trash. Molla gjithashtu është opsioni më perfekt për pastrimin e trupit nga toksinat dhe njëkohësisht për lehtësimin e simptomave të pakëndshme si kapsllëku, diarreja dhe njëkohësisht pezmatimi. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë: një mollë, një lugë gjelle fara chia, 2 gota me ujë, një lugë gjelle fara liri, një lugë gjelle mjalt. Përgatitja: futeni në ujë farat e lirit dhe të chias për 6 orë. Lajini mollën me kujdes dhe coptojeni në copa të vogla. Vendosni farat e njomura, mollën dhe mjaltin në një blender. Shtoni ujë në përzierje dhe përzjeni atë. Lëreni pijen të qëndrojë për 3 orë në frigorifer. Pini një gotë në mëngjes me stomakun bosh dhe për një javë ju do të ndiheni më mirë. Zorrët kur nuk funksionojnë siç duhet dhe humbasin lëvizshmërinë e tyre normale, akumulojnë mbeturina, toksina dhe nuk absorbojnë lëndët ushqyese të cilat merren përmes ushqimeve. Gjithashtu është e rëndësishme që ju të pastroni dhe të dezinfektoni zorrët tuaja përmes mënyrave natyrale kur vëreni vështirësi në jashtëqitje, gazra të zorrëve apo probleme të tjera me të cilat ndeshen me këtë organ.
ja cilat janë disa nga mënyrat më të mira natyrale që garantojnë pastrimin e zorrëve. Pini shumë ujë. Dehidratimi është një nga shkaqet më kryesore të bllokimit të zorrës së trashë. Ju duhet që të pini 2 litra ujë në ditë në mënyrë që të përmirësoni lëvizshmërinë e zorrëve. Hani sa më shumë fibra. Femrat duhet të marrin rreth 25 gram fibra në ditë, ndërsa meshkujt rreth 38 gram. Avokadot, boronica, vaji i kokosit, fiqt, bajamet, lakrat e Brukselit janë ushqime shumë të shëndetshme për zorrët tuaja. Pini lëng limoni rregullisht. Lëngu i limonit është i pasur me antioksidant dhe vitaminë C. Ai ndihmon në pastrimin e zorrëve, nxit metabolizmin dhe largon mbeturinat nga trupi. Rivendosni nivelin e probiotikëve. Probiotikët janë baktere të shëndetshme. Ato reduktojnë baktere toksike të cilat çojnë në bllokimin e zorrës së trashë. Ndërkohë, ushqimet e pasura me probiotik janë kosi, hira, lakra turshi, çokolata e zezë e të tjerë. Shtojcat probiotike mund t'i merrni vetëm me rekomandimin e mjekut. Gjithashtu, farat e linit. Hidhni fara lini në pothuajse çdo gjë, në sallatë, bollgur, tërshër e të tjerë. Ato janë të pasura me acide yndyrore omega 3 dhe janë më të pasurat me fibra se çdo farë tjetër. 100 gram fara lini përmban 27 gram fibra. Çaji xhenxhefili përshpejton procesin e tretjes dhe përmirëson gjithashtu lëvizjen e zorrëve. Pini çaj xhenxhefili çdo darkë dhe çdo mëngjes. Kujdes, nëse ju vuani nga ndonjë sëmundje që nuk i pranon këto mënyra natyrale, konsultohuni më parë me mjekun tuaj. Ju mund të detoksifikoni trupin nëse bëni këtë recetë natyrale. Ne këtu do t'ju tregojmë përgatitjen ku do t'ju duhen 5 lugë ujë të valuar, 150 gram hurma dhe 150 gram kumbulla. Përgatitja: kur uji të ketë nisur dhe të vlojë, shtoni përbërësit e tjerë dhe më pas lëreni masën që të ziejë për rreth 15 minuta. Pas kësaj kohe, hiqeni përzierjen nga zjarri në mënyrë që të ftohet. Merreni këtë recetë për çdo mëngjes me stomakun bosh, një lugë gjelle në një kohë, dhe kështu do të shikoni rezultate fantastike, ku ju do të shpëtoni nga kapslloku dhe zorrët tuaja do të jenë më të pastra nga të gjitha papastërtitë që ndodhen në to. Ndërkohë, ju do të ndjeni se do të humbisni në peshë duke qenë se zorrët grumbullojnë toksina nga më të ndryshmet. Kjo recetë do ju vinë në ndihmë për të zbrazur zorrët si edhe për të reduktuar numrin e kileve të tepërta. Gjithmonë tregohuni të vëmendshëm pasi ndonjë prej këtyre përbërësve nëse ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj për të shmangur të gjitha efektet anësore dhe të mos anashkaloni ilaçet e përshkruara nga mjeku juaj.